Për dykën panik mbas humbjes thellë dje që ka hup në Drenas, krejt për dykëja është në panik. Rrezikon për dykëja me bo njëjtë si lista e Fatmir Limës, me fitu veç Malisheve dhe në Skenderaj. Panik e madhe në kampin e PDK-s, si pas informacione që kena mrena PDK-s, dje ka pas një tërmet në selin e PDK-s që kanë kërku Mimli Krasniqit me u largu prej partijës urgjentisht. Ai e ka përkrahjen prej Skenderajt, po shumica e tjerve, të nis prej kryetarit Frizajt, e shumë kryetarë komunave tjera kanë kërku që ai me dhonë ndërheqje me prunë dikan tjetër në kryet partijës. Problemi kanë me prunë, se s'kan njerëz. Kandidati më i mirë që akon Bedri Honxha, ai u zhdu krejt, ka hup, nuk e di ka onshta, s'ka ka shku e shka ka bon, po ai nuk është në gjende me marrë partijen edhe me hec për para. Aja po shihet, për tjerë nuk besoj që mund me shtyn partijen për para, edhe për mu besoj që mrena 4 vjete ajo PDK-ja ka më bon si nisma e Fatmir Limës, mi marrë një 20.000 vota, 22-3.000 vota në Skenderaj, 3.000 mi marrë në Drenas, se ka ala një 3-4.000 jesin, edhe qaq. Opsioni tjetër është që në vitin arshëm pritet që Hashimi më kthy me kadrijen. Nëse kthehen ata dy, besoj që ata dy mund me majt partijen 20-22%, mas shumë të 23%. Nëse s'kthehen ata dy në fillim vitit tashëm, PDK-ja, sipas mendimit tem, ka me shku me radhë deri 8-10-12%. Është problem me t'hin fitili njëherë mrena, se kur t'hin mrena fitili, më nuk ka kush që e nalë. E marrni men LDK-n, sa ka pas Ibrahim Rugova, shkoj ke ka 70%, 60%, 55%, 80%. Shkoj ai, ku erdhen të lopovat, të hojnat, Mastina, e prunten partijen 12%. E marrni men partijen e Arber Xhaferit, Maqedoni, që fitoj ke 50, 60, 70%. Shkoj ai, erdhen lopovat Mastina, partia e tina ra në 2%. E u zhdu krejtash, tash veç atë kryetare ka, se s'ka tjede. PDK-ja nëse nuk reagon shumë shpejt në qëto momente me bon diçka, se e ka marrë një goditje të fortë për Kingut, për Ramizit. E ka marrë goditje shumë të fortë. I ka habit se nuk kanë mujt ata me besu që Ramiz Kingu mundet mi mujt veç vetë krejt partijen. Ata e në konë bindun që në Drenas kanë me shku mas pak të një 60-65%. Po Ramizi King është, për ta është King, se është njeri i thjesht, njeri i drejt, njeri sinqert, njeri që nuk të rran, kur e ka me thonë diçka e thet, nuk e mohon, i ka do sene që pak politikajt në Kosovë i ka që shikaj. Për që ata i ka mujt me fitu me 53% direkt në rundin e parë. Edhe tjetra është që është kryetari për 6 vjet më i mirë në këtë Kosovën. Tash, jo mundi me thonë çka doni, po është kryetari më i mirë numër 1 në Kosovë për 6 vjet rradha. Nuk është zgjedh pa hire. Ka pas shumë gjithçka kon transparente ai. Gjithçka që u dasht me gjërmu diçka, i ka lënë me gjërmu. Ka thonë, heni ku dëni, dilni ku dëni, se mu nuk mundi me më gjithë diçka të vjetë. Edhe për që ata edhe i ka mujt i ka dërmu. Tash problemi është
kanë me qitë kryetarën PDK. Edhe unë kesh ka menoj, Bedri Hamza nuk për pranon, kryetari i Frizojt që mundet me ka një kandidat, edhe ai nuk për pranon. Enver Hoxha më bon kryetar, ai pej 20% që janë që tash, ai e bjen 12% për njëherë. Memli qashtu, nuk e di. Ose me gjithë nëj outsider që vjen për jashtit, që nuk ka lidhe me ta, që është s'pëdina na jamën i pa morën me politikë për para, nëj doktor, nëj profesor, nëj inxhinier, që s'o morë kur me politikë edhe me morë ndorë komplet politikë. Se mrana i kanë shumë punë keqë. Ju të PDK-s mundi me kesh me zartë, ju mundi me sha, ju mundi me akuzu, me thonë në ne, shka do një mundi me thonë. Veç punë të mrana e keni bërlag. Pej djeshit ju ka nis me numru të poshtë, që po thëtë Albini tash e ka nis me numru të poshtë. Edhe ju jeni të numru të poshtë. Pej 20% tash veç të poshtë keni më shku. Ose bani dishka shpejt e shpejt, ose keni me met si Lima. Që ato 20.000 vota, ngrehi të poshtë, ngrehi për pjetë, po s'banë ma shumë, që ato i ka, që ato njësin. A i bili për manë që atë komunë që ashtu. Ju ka rëzik të në komunën e ju i me hupë, mos me majtë asë një, që ato është rëziku maj malë për juve. Nëse unë e pata veç si këshill, po ju këshilloj që ka do të me bon adin, po ju apet, e një të meqëm ju vendas një vetë. Po rëzikun e keni të dera. Me o gjbon si parti, është shumë e mundshme mrana vitit, me shkatru krejt partia, edhe me met veç me kryetarin, që ato sekretarin, edhe në sekretaricë. Se pare keni alaju, pare keni shumë ju. Po problemi që tash ju ka hi mrana. Mrana në bërë ju ka hi problemi. Tash mos keni problem me Albinin, as me LDK, as me Nismen, as me akë. Tash problemet i keni mrana në taborin e juj. Që ato në mëshë me dalë faqe bardë, punë mirë i keni besaj. Për në rruqe, keni maru. Ja, hestjo, o kry puna juj. Memli, veç t'i kthejet muzikës mas mirëti, në të ban nëj duet, se o kry puna juj. Në që se smerë një hapa shpet e shpet, keni maru. Nejse, unë për përshëndes krejt, subscribe, like, komente, edhe falënderit për juve që më përcilni vazhdimisht. E për juve të opozitës, mundi me këqyrë, me bon një like, se për tjetër sa në s'keni met, jo. Ves like me bon së të unë, edhe më këqyrë mu. Kaloni mirë e ju përshëndes gjithve.